Lani fytyrën çdo darkë me uthull molle dhe rezultati do ju befasoj. Uthulla e mollës ju ndihmon të hiqni qelizat e vdekura të lëkurës. Aplikojeni për rreth 20 deri në 30 minuta një herë ose 2 herë në ditë, më pas shpërlajeni fytyrën. Vazhdoni të aplikoni për rreth 6 javë për të parë përmirësim. Trajtoni puçrat, përdorni uthull molle për të pastruar lëkurën dhe për të mbajtur larg puçrat. Uthulla e mollës ndihmon gjithashtu në heqjen e yndyrës nga lëkura. Sigurohuni ta holloni me ujë para se ta aplikoni në fytyrë, pasi ka shumë aci dhe mund të dëmtojë lëkurën. Vetëm sigurohuni ta përzjeni mirë në mënyrë që uji dhe uthulla të bëhen masë homogjene. Para se të përdorni përzierje në të gjithë fytyrën tuaj, është e këshillueshme ta përdorni atë në një zonë të vogël të fytyrës. Nën mjekër është vendi më i mirë për të matur reagimet e lëkurës.